Studentët nga Mali I Zi që kanë kryer studimet në gjuhën shqipe në universitetet e Shqipërisë nuk do të paguajnë më tarifën prej 3.500 eurosh për njësimin e diplomave të tyre, fal një bashkëpunimi mes Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Malin e Zi dhe institucioneve përkatëse. Masa prek veçanërisht pjesëtarët e pakicës shqiptare në Malin e Zi, të cilët ndjekin arsimin në gjuhën shqipe dhe përballeshin me procedura më të ndërlikuara administrative dhe financare për njohjen e diplomave të fituara në Shqipëri. Heqja e kësaj tarife konsiderohet një hap I rëndësishëm drejt lehtësimit të procedurave të njohjes së diplomave, duke ulur kostot për studentët dhe familjet e tyre dhe duke bërë procesin më të aksesueshëm dhe më të drejtë. Që prej vitit 1991, pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Malin e Zi kanë përfituar kuota të lira studimi në universitetet shqiptare në kuadër të mbështetjes për arsimin në gjuhën shqipe. Në këtë proces është vlerësuar edhe angazhimi I Ministres së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit të Malit të Zi, Andela Jaksis Stojanovic, e cila ka mbështetur nisma që lidhen me arsimin në gjuhën shqipe, përfshirë edhe përdorimin e abetares mbarkombëtare në shkollat ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. Lehtësimi I procedurave për njohjen e diplomave pritet të krijojë kushte më të favorshme për vijimin e karrierës akademike dhe profesionale të rinjve nga Mali I Zi që zgjedhin të studiojnë në Shqipëri dhe kryesisht në Shkodër, duke forcuar njëkohësisht bashkëpunimin arsimor mes dy vendeve.